Përshëndetje të gjithëve. Vërtet të jena një vend të mrekullueshëm. Në fakt Malësia Madhe nuk ka vetëm Razmën, por Razma është më shumë se i shekull që është pikë turistike. Është e pëlqyeshme jo vetëm për malëcorët, por në shekuj edhe për shkodranët, e sot edhe për shqiptarët, e për evropianët e për gjithë turistit që vinë. Unë du t'ja filloj me disa falënderime, që është një gjë shumë e rëndësishme për zonën. Du t'ja filloj me drejtuesin e qarkut, me Neja Karakaçin, që ka përgjegjësinë edhe politike, edhe morale, edhe të mbështetjes Malësisë Madhe, Shkodrës, Vallëdrenjës dhe të krejtë qarkut edhe në investime, që ndodhet mes nesh, që të festojmë së bashku me te, gjithë shajna këto. Njëkohësisht edhe prefektin, Olta Duden, mikun tem Kristian Shkelin, Mark Babanin, kena dhe burë pej Dugazinit, në oftonin që është i pranishëm këto, dhe gjithë të tjerët mund ketë dhe shumë që është për t'i vlerësu dhe për t'i përmen, por që besoj e kupton se cili si nuk kena për me dhanë emra, sepse janë shumë personalitetet që këtu kanë ardhur. Razma është një vend i mrekullueshëm. Jam i bindur që përveç natyrës, bukurisë që ka, investimet private që dita ditë shtohen, ku edhe sot kam 3-4 agroturizma, që janë edhe një hotel për masa të tarta, që janë për të ndërtuar, që besoj këtë vit do fillojnë punimet, ka çdohet pjesa akomoduese, që janë shumë e rëndësishme, por, si që thash edhe pak më parë, Razma, jam i bindur që disa gjëra që këtu mungojnë, ministri jonë i dashur do të bëjnë pa mundën si të realizojnë. Unë para pak ditëve nëpërmes ministrit bashku me te kam finalizuar 3 projekte madhore për Malësinë e Madhe, që unë e falenderoj para gjithë që jeni këtu. Hyrje daljen e Koplikut nëpërmes Fondit Shqiptar të Fillimit, urën e Kamic nëpërmes Ministrisë së Mbrojtjes dhe fushën e futbollit ose një mini stadium në Bajz të Kastratit, pra në 3 gjëra të rëndësishme, merre që do marrim edhe një shkollë, sepse shkollat më të rëndësishme të Malësisë Madhe janë finalizuar, dhe ne t'i japim më të mirën e mundshme Malësisë Madhe, qoftë qeveria, qoftë edhe bashkia. Unë për mos u zgjat dhe ta kaloni shumë bukur, mendoj që edhe grupin artistik jena përpik për të bërë gjëra më të mirë, përveç malëcorëve tonë dashur që i këndojnë në mënyrë të mrekullueshme. Këtu kena edhe Gjensilen, që është një këngëtare e shkëlqyeshme, e mirë pritur në gjithë Shqipërinë. Jam i bindur që do njihni kënaqësi duke dëgjuar edhe këngët e saj sonde në këtë fest që ne do e kalojmë, besoj shumë këndshëm që gjithë.